ju të dashur të mi prej vetë. Ne jemi largu shumë prej vijës, ne duhet të bashkëpunojmë të gjithë së bashku duke ndihmu njëri tjetrin. Xhamati duke ndihmu hoxhën, hoxha i vet duke qenë në mesin e xhamatit, të rit duke ju thonë të rive afronë nga këtive njerëzve që ne spjegojnë rrugën e Allahut, mirë një prej këtive spjegimet e rrugës e Allahut, që t'i kthemi atij e pastaj të bëmi të lexueshëm, të mësueshëm, të bëmi të vyshëm, të bëjmë kuadra, se neve nuk kamë na shpëtu Evropa, neve s'kamë na shpëtu Amerika, neve kamë na shpëtu vetëm një send. Vetëm një send kamë na shpëtu. Formimi i kuadrave të shkolluara, shkolla apo safata të përsosura, kuadra të cilët lipin punë, po i lip puna. Se kuadra shka lipin puna shmush deri në fyt. Punë s'ka. Ato që i lip puna. Nëse këto kuadra i bëjmë, që ta kemë besimin e Allahut, në auditorit e përsosura, që i konkurojnë popujve që i kanë kri më të derte, vetëm kjo në shpëton neve. Por jo, kuadrat e forta që i luajnë topin mas gollin. Jo si kuadra. E marrin futbollin dhe shkojnë me lujt mas atje, mas mreshës. Ati në barin, ati në katror, ati duhet të luajnë lojnë, po të luajnë ashqarë. Ati në katror duhet të luajnë, por të luajnë mirë, të luajnë si donë Allahu xhelle xhelaluhu. Unë juve bura, ta shqyqoni, unë ka marrë me thonë, këtu sa ka marrë me thonë, po unë kurs ka me pas mundësi me thonë, unë sa du me thonë, sepse unë nuk du ju me ju marrë ma shumë kohë. Sa dha për ju a sheftoft, unë këtu do të ndalem, e nëse keni dhe një pyetje ati me shkrim, edhe ative dhe ju përgjigjemi, por unë nuk du me ju marrë ma shumë kohë. Unë nuk jam marrë këtu me thonë dituri, ka marrë këtu me upa me ju. Ka marrë me qenë disa minuta në mesin tuaj. Sepse unë kur jam në mesin tuaj jam në vetë-vetën mrenda. Jam në vetë-vetën mrenda. Kur jam në xhamat mrenda, jam në vetë-vetën mrenda. Atëherë unë knaqem, pra jam knaqë thonë të me ju. S'ka marrë me ju thonë këtu ju shka se dini. Në fillim ju thash, ka marrë me ju thonë shka e dini më mirë se unë. Allahu xhelle xhelaluhu e bof nati i badik. Nëse ai neve në pranon sinqeritetin tonë, nuk është me rëndësi na kemi bo me vizore apo me zhiv bisedë sonte. Nëse ne e pranon seriozitetin së bashku, ne e pranon një jetin së bashku, ne sonte kemi bo një natë të mire, kemi bo një natë në prenin e rahmetit të Allahu xhelle xhelaluhu. Ka do t'ju tregojmë që çunave që të freskohemi të ditës së bashku, ata të bujqësisë, të mos lanë plan të tokës vetë pa punu si vetë. Të mos lanë plan pa punu. Ata të shkollës fillore, të mos lanë detyrë pa bë. Ata të shkollës së mesme, të mos lanë libër pa lexu. Ata të fakultetit, të mos lanë formulë pa kri. Ata të që japin mësim në fakultet, të kenë kujdes, të mos banë parsavela. Ata që më japin mësimin për shkolla, të mos banë parsavela. Të mos ju hinë ative nullë fare qika me shamin që në shkolla s'kan, sepse shamia qikës në shkollës është problem. Ashtë pa shkollini problem edhe u kri puna. Të mos mirën në sende shka s'janë njërë të lëmjes që duhet më marrë me ta, se nuk kemi ngellë të shamia, po kemi ngellë të pashkollimi. Kemi ngellë, ajo shamia s'tash për ngellë, nuk në ka thonë, sa shalli hoxhës, ta shti unë t'i thonë njërit, shqo kejt gostivarin, ditën e marta pazar nëse nuk jam gabim, kejt me këpuz vesh njëri me qizme, dati. Pse më? Dati qizme? Ja përshë se kejt me këpuz. S'kam punë me ta, di pasi duhet t'i marë. Ashtu shkon punaj. Ashtu e bën një punë. A do t'i kthehet ai familjes vetë me nder në kësham edhe me dinar. A të punu po? Hec. Se ai që po rrin me kravat edhe pi harxhon parat në kafe është më i lig se kemi çizme në punë. Po është më i lig, është më parazit. Na këtë rrafshin e parazitizmit duhet të eliminojmë, por duhet të eliminojmë jo me dëshirë, por me vepër. Jo me qef vetës, por me vepër. Jo të e lëvdru vetën në këngë. Me këngë. Neve pojnë të gjumë këngë tonë, në dalim populli maj që diqëm në botë pozitiv. Maj që diqëm në botë. Ma 800 këngë për një vit. 800 këngë për një vit. Njëri për këta për greqishtës, njëri për këta për sërbishtës, njëri për indishtës. Hindisht për kënohë për besën e Zotit për ju thamë. Kam dëgjuni në atë këngë. Unë nuk ri para televizorit. Unë në televizor ri 40 minuta, mas me Zotit. Vetëm prej 12 deri 25 minuta një. Vetëm ashtë rri para televizorit i shokej kanalët që ka informative, edhe unë s'jam para televizorit 24 orë asë njarë, kur s'kam ko, ashtu s'ka va, s'është për muë, nuk më banë të aman, jo për tjetër, nuk më banë të aman, s'ash ka librit tim, nuk ashtë televizorit s'ash i ka librit tim. Po kam dëgjuri në një këngë të një qike në televizor. Më ka interesu besën e Zotit për ja u thamë. 20 minuta e kam dëgju, më ka interesu vetëm të adinë që në gjuhë për dëgjën. Unë e dishi. Maqedonisht e di si ato instrumis pak më mirë.
Sërbishtën e di më mirë se atë në Kragujev, sa më me të vërtet e di më mirë. Sërbishtën e di më mirë se do gragjën, sërbshke. E di më mirë sepse unë e kam mësuar ta perfekt. Unë e di gjermanishtën si gjerman. Arabishtën, në të më falin njerëzit që e din arabishtën. Hoxhallarët që i ka populli jonë tash, prej se ka ardhë Islami si ka pas. Asë një, ato janë të shkelur, prej popullit janë, hoxhallarët ngritni, punoni që ti banë hoxhën e ju në shpinë se ju keni llogari. Mere hoxhën bajnë në shpinë se keni llogari, të paguën. Ato janë të shkelur populli, s'po e din që shpo i shkelur, ma i po i shkelur, i populli pasaj po i shkelur, s'po e din. E din gjurë arabe shumë pastër. Po një nga ato unë për e thamë, po ngrita folë arabisht në mesin e ative arabëve a gjithë shumë të shkolluar në lëmin e linguistikës kanë problem. Kështu e di arabisht. E di turqishtën me një mënirë prej mënirëve. Por kam dash që atë qikën 20 minuta ta shoh vetëm cëllën gjubë klën. Mas 20 minuta dhe kur kam dëgju një dihara ajo po thot zemër, shqipi shkot. Unë i kam kuptu ti fjallë të asaj, zemër. Ajo kishë pas këndu shqip. E këta njerëz, kjo kategori për ja tregojnë neve, a jemi nga komtar o gjallara, pas jemi komtar. A jemi bashkëshqiptar, as jemi bashkëshqiptar. A dojmë nga kombin, e unë kam dhënë këtë komb se du autobus, me du me 50 karika, këtë me 8 me du. Me du autobus. Nuk me du këtë komb kështu. Qka është këtë punë kështu? Qka është këtë punë kështu? Qka në të marri kështu? Ko është gjëmëtari pra? Ko është jeleku? Ko është brezi pra? Ko është brezi? Ko është gjëmëtari? Një qikët në Kumanovi kam thënë, e kam pa një qikë Kumanov me vatë këtu. Me vatë këtu. Unë kur s'kam marrë veç të dinjarë ka marrë koha, që i ka shqiptarit ka mu zhvesh kaq, edhe ka me vu vathin këtu. Edhe e kam gjithë vlau në asaj në Kumanov. Asoj se kam i folur, e kam gjithë vlau në asaj, i kam thënë, a banë me pitë më të rëntane pse ka vathin këtu. Edhe e ka pyt, i ka thënë e që i ka shkotu i mulle e kupit, se e di që im ka pa. A i pa bodin i fjarë se le. Thuja ti, unë e kam pa gjemë me vatë këtu, unë e kam brit vathin këtu. Kështë më ka qua e qika një selat. Pse të përzirë punë kështu? Pse të përzirë punët kështu? Pse të mos jemi të qartë? Ashtë në regull, me të vërtet, e dini si ashtë burat të ndëruar ju të gjithë. Të vjohën të ashtu këtë kishë moti ka prit prej Kumanove të tjerë muftiu, i Kumanove t'i thot disa fjallë këtu, ama me sheshem. Pse të mi me sheshirën këtu? Ka marrë me këtë Ahmedien, sendin më të bukur që ven njeri u në kokë, sendin më të bukur që ven njeri u në kokë, a shalë në hoxës. Pse ashtë pra ma i bukuri, vetëm sa ashtë i barë, jo për qëtër sa, vetëm sa ashtë i barë. E pse ashtë i barë pra, se ki është bajraku i diturisë, kur gjërë që tërsen. Partia ka bajrak, shteti ka bajrak, kushtria ka bajrak, firma ka bajrak, klubi ka bajrak, shkenca ka flamur. Flamuri i shkencës është shalli i hoxhës. A vetëm ki grup e ka marrë për sipër që flamurin e diturisë ta marrë me vete. Prej këtë njerëzijës, vetëm ki grup e ka marrë për sipër që flamurin e diturisë të barë ta marrë me vete ka shkoje, ta simbolizon diturisë. Këta e kanë bërë vetëm xhallar, por ata paguhet hoxhë merren në shtëpinë se nuk u, vetëm fitojsh. Po e s'kavan? Po i pja basi zeti më një themit ka thonë, ja kam marrë kamën, ja vesha zengit kanë, pastaj e hipsha, se kështu jemi të urdhon me inderu ulema. Ne, do për në mësojnë, do për në thojnë kështu, shka, a i hoxha shka ashaj? A i të sfëtojnë, shaja nonën hoxhës. Shka ashaj, njeri si ti? E ma si unë e pra herës la. Ma si kam shë si unë e herës. Pa ato kështu të largojnë prej nderit hoxhës tanë. Kështu të largojnë njerëzit me mjeshtritëve veçanta. Afrohu me te, lipja ti shka ka, se të jetë vetëm mirë. Unë e po e kri, me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, meselu gjelisi su i u gjelisi salih, dalimi i njeriu që rrinti me ta dhe ashi keq, edhe njeriu që rrinti me ta dhe ashi mirë, është sikur me të keqin, sikur kotërish të kovaci. Kovaci tash, përpara ka pas një dufalk. Me i frikë kështu që të nëze umin, ka thënë, sikur kurrin nga të fi dufalkës, ka thënë, ja i velera qibir, ja të cen një gacë në prejën.
me të keqin kur të rish.